Në bujqësi, pejgamberi ju ka thonë, ju jeni ma të aftë për punë në bujqësi se une, ju i kryeni punët, keni kujdes. Këto ditë Ramazani, në për iftar, për shyrim, për qesin pëmë, dikun pjeshke, kajsije, ku di une. Pjeshkat, mandarina, ato nektarja, që dhe nektarina, që dhe ato pjeshkat e kuqe, kreta pa pjek. Pse kështu? Unë e di që aj po do me zonë pazarin. O më ti pe pagush edhe së në behash. Pse? Pa pjek. Resulullahi sallallahu aleyhi wasallam ju ka dhanë mend ummetit në botë. Ka ndaluë vjeljen e frytave të pemve para se me u pjek. Resulullahi ka ndaluë. Muslimoni angon Resulullahin, po, e pukri puna. Lembe Resulullahin shka ka thonë, a i njeri shkretires. Po pse italioni ato pengon, ti musliman s'pengësh? Kesh unë do një 2-3 herë një zonë atje, Tiroli në Itali, folin gjermanisht atje se zonë austriake, ku ka qenë Tiroli, i thëjnë, në Trento e përpjet, kush e di geografit. Ose në Verone e përpjet. Po vendi ku unë najta ma shumë në 5-6 dit, Tiroli. E shkova do qytetet dvogle që kish ka 10.000 banorë. Fryt ju kish falë zoti o zoti madhë, molla, dardha, pjeshka, e rrush sa dush. Ama isha jo loj mollë që e hongrat jonë, a i shqiptari që ishte drejtori asaj fabrikës, ishte një shqiptar drejtori fabrikës, mashallah, vallahi mi ju kalzu knaqen edhe ju me këto edukime që italiani e ka bo. Kretë kush punon aty në atë fabrik, ka të drejt me hangër një mollë në ditë. Sa punëtor, tha jeni, thash, 40 ta punen, një mollë e ka me hangër. 40 molla në ditë, e 30 ditë, e 300 ditë, e ti si drejtori kryesor, tha unë kam drejt 2 molla me hangër. Kush vjen me kamion kush vjen, ka drejt me marrë një mollë, unë ja japi, na ja japim, drejt e vetë sështë ajo, na ja japim, kebi drejt një mollë një dha. E një ditë po në vjen, tha një shqiptar, i Shqipnis me kamion të madhë, që po barën transport, a i shofer, me do një firmë italiane. Mas i shlepera frigo që janë, që barën pëmët, frytët. Edhe kër i ka pa ato mollat shumë të mirë, ato shumë lezeqme, ju kalzoj të ashtë farjan, ju kalzoj që ka përdu me thonë të hadisi pejgamberit ju në të ju quë, ju të mollat e Italisë, sa alasën pjek. Po bon mend të me marë një gajba aty. Po pse, ka mi qua ato mollat se në Angli, a i po logarit derit, që e derit vi, një gajbe e ha. A i po logarit punën e vetë. Pse pëmë më hangër lesh. Ja dhash një mollë, që shë kemi drejtën e fabrikës, ama kjo që përpunon, aty është i Joni, këtu i Prizreni, të ajo një më kanë, aje e din italishtën, gjermanishtë, në gjutë e huja, i reagon keq. Kjo si banë zahit, se kjo si kalzon që unë po të marrë vesh, mos më shaj se jam shqiptar edhe unë anik nej, reagon në më thonë qysh mos më dhonë këtë janë një gajba anik nena, fol fjallë të pa dëshirushme. E i thot ati zëtnis, që i ka thonë je për atë mollën shkë marja prapë. Dhe s'ja je pas atë mollë. A i nëse reagon ma shumë, është ligji që janë gjithë ati edhe a i ligji qeter të ata stafalin më do këtë. Se kemi do gurbetzi këtë që pi shohën e të jashtëm, ata stafalin, e lonë shkret shoferlëkin, e lonë shkret punën si të presh. Pejgamberi ka ndalua me u vjel frytat pa u pjek. Ka ndalu, muslimanët kanë ngua. Ju ka thonë, antum a'lamu bi umuri dunjakum, ju jini më të aftë për çështjet e dunjas juj, në rregull. Ai italiani atje, kur shkova unë në fabrikë, po më kallzon ky shqiptari, hetet kallzoj na kosovarët edhe këta italianë çka kanë.
A i pedi këtu që vjelin pëmët, mule hujum sa ma shpet, tregi ti hajet shiten ma shtrajta, një knina kret. Pse? Se s'ka inspektor shteti më ndalu e shqitjen e pëmës. A ka të na? A kini një që ka? Edhe me pas inspektor, ati ja japish një gajbet pjekme, thot ko kanë pjek. Të kasapja i kur të shkon, japish taraketi, mish tarakit buzatit, ku di une, mish e thot në regull, ti qëfar misha në shesish të coft. A hangëraj taraketin. E ti ha do muzetin anina, punë e madhe. Pse? Korupcion. Dhe tënë, Resulullahi ka thonë, zban me i vjel pëmët pa pjek. Dhe u kry puna, na qështu musliman të kemi. Kur shkova atje ma qelim një qantë kjo shqiptari, klap. Kur i këshyre do aparata, do gjelpana, do burma, do senet, a do me shliru në e rotë kjo ashtë, ka do me bo me këto. Shtini të pëmët mranda, tha që zhik, ka shtini mranda, sheqerin e paska, tamam. Ja shtini gjilponën qeter, lap këne, langën e paska marë mirë. 2. Ja shtini edhe gjilponën qeter, ko ka ngi me reze djelit, tamam. Ko nga ngi me reze djelit, tamam. Atëher, shpallën në radio, filan, falani, prej, kësaj, këto fryta që i ka, i lejohet vjelja dhe prumja në fabrik. A del dhe një këtu në kufi, në morin të në më këshirë qëfar pjeshka po hinë prej lushnjes, a del dhe një. A i thot inspektori, na kemi organe. Na organe shtetënore, t'ja pinish ata në gjdo natë që po thot klikaj, programi klik. Na me debatua, me diskutua, me bo. Del në tre, ka këshirë far pjeshka, ka shfar mandalinë, del e këshirë ti. Wallahi, s'pohaën, pjeshka ti s'pohaën. Që në Ramazan për bëjën, nashat pjeshkat me lesh, nashat o pa lesh, ty bez pohat as njona. Pse, pa pjek ka ardhë. Shiko feja islame që kam sënë, ka ndalua Resulullahi sallallahu aleyhi wasallam të vilen pëmët pa u pjek. Na muslimat duhet me thonë, se mjena wa atana, peke ja Resulallah, ose duhet me formu organin i cili këshyren. Masi ju s'pë thoni peke, organi thot preke, bastaj peke. A kuptuat dinin tonë qëfar është? A një të djem, nuk ka këtu në dënja me jetu salamadi. E kush jeton salamadi, e ka rezultatin në fund salamadi. E shka unë kjo salamadi as vetë se di. Talavi. Që pëthush? Kjo feja janë